13 harqe në fakt, po harku më i madh është 21 metra hapësirë, që është një gjë shumë e rrallë, po të mendosh 257 vjet më parë lejon rrjedhjen e ujrave pa mbetur në të për arsye të kulmit. Të krijuar kulmi është diku në mes, është, thash, një prej monumenteve të rralla në të gjithë Ballkanin Osman. Është shumë e vështirë të gjesh një ur 108 metra të gjatë. Madje është e vështirë të gjesh një ur 108 metra të gjatë sot që ndërtohet edhe në Shqipëri. Thash, është një prej destinacioneve të rralla për të vizituar. Shumë veta që vizitojnë Shkodrën e kanë vetëm 5 minuta nga Shkodra. 8 kilometra. 8 kilometra nga Shkodra, 8 kilometra dhe gjithë rregullat po të respektoni. Për 5-6 minuta jeni këtu. Zakonisht kur ka ujë është jashtëzakonisht i kthjellët, edhe tani është i kthjellët. Dhe ka një pamje fantastike, shihni çfarë lartësie që ka. Asnjëherë sa herë kam vizituar që shumë vite më parë, hop dhe një pilot me papaq. Asnjëherë nuk e kam zbuluar si e kam ndërtuar këtë hark 257 vjet më parë. Si janë ngritur, sot ngrihen me skela, me gur edhe me tjerë. Kam dhe një histori shumë interesante me urën, një nga momentet e mparshme kur e kam postuar, pa është për të qeshur, se kur e postova dhe thash është ura e Mesit, pati shumë veta që më pyetën seriozisht në Instagram se e kanë vënë e Mesit bashkia se e ka vënë e Ronaldos, se e ngatronin dhe nuk e dini që kishte lidhje me fshatin Mes. Ja dhe 2 pilotë të tjerë që kanë dalë për xhiro me papaq, ndërkohë kjo është pjesa tjetër që vjen është restauruar.